Ka më marrëdhënie as me PD-n, as me Syrin, as... Okej, Klevisi, thot, Klevisi. Përshëndetje Çani, çfarë mendimi ka Agroni për aeroportin e Vlorës? Po, se ky është lajm në fakt. Po çmendet Pacolli, e keni parë se ç'bën Pacolli, vlla. Ishte policia sot atje, çmenduri, vlla. Pacolli po reagon, thot po marrin aeroportin, nuk kam hedhur kaq milione kaq ashtu. Ai Veron Ademi nga ana tjetër e akuzon atë që e ka mashtruar etj me kontrata 1/4 ore pa parë. Thot pyetja, çfarë mendimi ka Agroni për aeroportin e Vlorës dhe investimi që do bëhet në Pishporo? A do bëhen protesta të marrin pjesë apo jo, thot Klevisi? Tani për aeroportin aty po ndodh një gjë që vetëm në Shqipëri mund ndodh. E keni parë që si dosi këtë aeroportin e Vlorës? Po, kam ndjekur. Qeveria pratikisht e ka deklaruar vetë Pacolli që një ditë bukur janë ulur dhe Belinda Balluku i ka thënë do t'japim kaq % ty, kaq % dikuj tjetër, pastaj e ka treguar live këni. E ka thënë te Fevzo, po e kam dëgjuar te Fevziu, po. Praktikisht tregoi që se si është dhënë tenderi, si është dhënë aeroporti i Pacollit, kupton? Dhe ç'a ndodh që një ditë bukur këta prishen, qeveria prishet me Pacollin dhe i thot tani ti s'po bën çfarë dua unë, si dua unë, edhe unë po ta marr pronën. Dhe praktikisht po i rëmbejnë kompaninë praktikisht. Aksioneri që ka 2%, po sillet si pronari i kompanisë. I cili duhet thënë ka hedhur shumë lek, për se ka 2%. Po si dim ne. Patikisht ai ka ndërtuar. Ne nuk i dim. Ne nuk i dim, po dim vetë se ka fol vetë ai, ka fol vetëm Pacolli. Po ç'a doj tani, ne flasim mbi faktet. Faktet janë që ai ka 2%, ky ka 98%. Ne dim që qeveria mban anën e atij që ka 2%. Sipas teje, cili është thelbi, cili është pistiku? Thelbi është që në këtë vend Edi Rama bën çfarë ti doj qefi. Pa ai ka pas mik Pacolli. Edi Rama ta jep dhe Edi Rama ta merr. E kupton, kjo është çmenduri. Unë kam 13 vjet që e them, po çon si ka. Kjo është. Po Agron. Dëgjoni Jani, po ky ka pas mik Pacollin shumë me Rama, më thashë bac gjithkohon. Por ky është problemi i Shqipërisë dhe i atyre që mendojnë se kjo është se mund të kesh miq. Se mund të kesh, jo se mund të kesh, se mund t'ja dalësh në Shqipëri. Ta mendojnë për sa kohë kanë mirë. Pra për ty Pacolli është viktime. Flasin shumë mirë për Ramën, flasin shumë mirë për sistemin. Shqipëria është fushë me lule, duhet të investojmë, duhet të bëjmë dhe kështu me radhë. Pastaj prishen dhe fillojnë dhe qajnë, thonë, ma mori, do vete në gjykatë ndërkombëtare, do i kërkoj pa. Dhe kjo është problem tjetër, që çfarë bën Edi Rama, kostot, pasojat e asaj që bën Edi Rama, pastaj i pagojnë gjithë qytetarët shqiptar nëpërmjet dënimeve që pastaj marrin. Në momentin që fiton gjyqin ai, si puna e këtij, si puna e thuaje. Pacolli, italiani tjetër, si ka kush ban përgjegjësi për? Ban përgjegjësi Edi Rama që shteti shqiptar duhet të paguaj mbi 130 milionë euro, dhe po i paguan këto 130 milionë euro. Si ishte mundur? Sa para do paguaj? Si ishte mundur që qeveria shqiptare nuk bën asgjë në rastin konkret? Kështu ti paguaj parat nëse Pacolli nesër fiton gjyqin në gjykatë ndërkombëtare? Ne do i paguajmë. Urdhë? Ne. Edi Rama praktikisht bën çfarë do që nga xhepi do i paguaj Rama. Ky është problemi. Prandaj e zgjedhin kryeministër pra në Shqipëri. Unë mendoj që gjërat po ndryshojnë. Besoj që po ndryshojnë. Dakor. Dhe do vi një ditë që t'japi llogari. Për këto dhe për tjera. Të moralizotim, thot Gregori është nip kryeministri intelektual i vërtet, duhet tek mundësia, thot sugjerim për Gonin. Gregori ky që voton ty. Unë nuk detyroj dot askënd që të vitë të mundësi. Jo, ti mund t'i bësh ftesën. Tomori ka integritet, fakt duhet të thënë. Është njëri me integritet. Pra është nga ata njerëz që është me njerëz që mund ta ftosh pa. Unë gjë. Pa kompleksuar askënd, dhe themi gjë që. Në Partinë Demokratike ka shumë njerëz me integritet, por që unë mendoj se duhet të marrin pak kurajo edhe të bëjnë hapin dhe të vendosin të ndryshojnë. Qartë. Ose të ndryshojnë atë parti, ose të mbari vendimin edhe... Si që mone ti, Doro Duri pyet, thot si pretendon Agroni të rritet dhe nesër pas nesër të qeverisë kur e frikson pragu 4%? Jo, mua nuk më frikson pragu 4%, nuk të thash. Se ka të keq kuptime, prandaj... Po, e kuptoj. Unë thjesht po them që ne nuk na trëm 4%, sepse, si që thash, ne jemi rritur shumë, sidomos kohët e fundit, dhe jemi të bindur që do të kalojmë 4% dhe më shumë se 4%. Por kjo nuk do të thotë që nuk kam të drejtë të them që 4% po e bëjnë për të tentuar për të na zhdukur. Po e qartë. Kështu që unë
unë këtë pres, ta thash edhe ty. Kjo s'është gjë fare, këta do bëjnë dhe gjëra tjera për na zhdukur e për ta ndaluar dhe për të na penalizuar. Po ne do ta themi gjithmonë. Nuk do kemi për të thënë që jo 4%, po ku pyesim ne për 4%-in? Dakor? Do themi që 4%-in po e bëjnë për të na zhdukur, për të na penguar, sepse duan të bëjnë të njëjtën gjë që kanë bërë në 35 vjet dhe timojnë shqiptarëve një alternativë ndryshe nga PS-ja dhe nga PD-ja. Orlendi pyet. Orlendi thot përshëndetje, kur do kemi një debat politik dhe përplasje idesh të majta dhe djatha midis teje dhe Arlindit zoti Agron, pasi më dukeni politikanët më serioz, madje pse jo ta ftoni njëri tjetrin vetë për debat, faleminderit. E ftoj që tani kur të doj. Me Arlindin? Po, absolutisht. Vërtet? Po. Atëherë ta lëm Mbi çështje konkrete dhe që kanë të bëjnë me politikën. Po patjetër. Dhe mos ta kthejmë në sulme personale të llojit se unë e di që ai nuk ka, ai mendojnë që unë jam sklavo pronar, por këto janë gjëra që ti je gati të them Arlindit unë. Unë jam absolutisht gati. Se ky ka fjalën për të zonë e lirë, tipi që më shkruan. Po dhe të zonë e lirë, ku duash? Jo dhe të zonë e lirë, vëlla. Tani unë për zonë e lirë marr përsipër, se s'do të përzit debat tjetër. Kurse unë them edhe të zonë e lirë. E bëjmë vetëm ti dhe Arlindi. Po, e fiksojnë që tani. Do s'është datën ti direkt. Po. Po, valla ta di, se të paktën po iket ti e bëre diku tjetër, unë denoncoj ty pastaj, e kupton? E bëjmë. Të mërkurën që vjen. Po sot është e martë. Jo nesër, të mërkurën tjetër. Tani unë çdo javë këtu. Po tani me që ne kërkoj zotëria. Po mire, lëm të kaloj pak kohë. Jo, dëgjon, ekrani, shiko. Manë marësi nuk e kuptuat njërë, të gjë kam 13 vjetë që e them. Mos u trëmbni nga ekrani, mos ekrani nuk konsumon. Jo, nuk i fare ekranit unë, po hajde, bëjmë kur të është e terë ekrani, nuk ekziston. Barove tani ti do ikim ne? Po. U zhdukën, nuk ikum, baroj. Nuk quesh keqën, vëlla. E kuptoj. Po, gazeta, libri, ajo mbetet. Ekrani është e terë. Nuk ekziston fare. Mos u trëmbni asnjëherë, mund të jesh çdo moment në ekran. Nuk je asnjëri i njëjti, dhe ai që të shef nuk është i njëjti. Është një tjetër njeri. Agron, të lutem fiksoa mirë të gjë, se në Shqipëri ngatrojnë shumë të. Nuk dalën, thonë, se konsumojmë. Jo, nuk konsumohesh në ekran, përkundrazi. Zë se s'ka dalë asnjëherë. Ata që na shohin tani është populli Aristoi, janë njerëz të zgjuar e kuptojnë këtë gjë. Tani Agron dëgjoj Arianin. Të mërkurën tjetër e mbyllim me parim? Arlindi pranon, e di unë shumis, Arlindi nuk thot asnjëherë jo, e ka këtë të mirë. As nuk kërkon me këdo jem, fare. U mbyll. Tani unë jam i detyruar të them po, se ndishtë do thonë gjë Agron. Jo, nuk mërzitëm, të betohet Ariani. Po të më thuash jo? E bëjmë. Ha? E bëjmë. Iku. Pas mos nuk jenë Shqipëri të mërkurën. Besjetër, po, e bëjmë. Të mërkurën tjetër atëherë radio fiksohen qik, e kemi Agronin, jemi me Arlindi në studio, do bëjmë një orë më shumë se një orë bilet debat. Bilet do jetë saktojmë temat e debatit, aktualitet, do të saktojmë, do i kesh dhe ti dhe Arlindi, që mos dalim nga ato. Do të saktojmë 1, 2, 3, 4, të kuptojmë diferencat tuaja. Të doni ju. Iku mbaroj. Pra do japi për pana që dhe të përgatiteni, zoti Shehaj. Ako mirë. Rej, i thot, përshëndetje për ty Çani, thot, dhe Agronin do doja të pyes Agronin, por normal se mua çdo më pyesësh. Se e pash që kanë hapur forumi rinor në Partia Mundësia, thot, sa do ju jepet mundësia të rinjve në atë parti për të zhvilluar politikisht? Interesante. Tani jepi shpresë. Ka mundësi absolutisht sidomos për të rinjt, për të dhënë një shembull që të kuptosh se sa të hapur. Po është e vërtetë kjo, është informuar mirë Rej. Po. Dakor. Kemi me qëra fjalën, do bëjmë dhe një themelimin e forumit rinor të Partisë Mundësia në qershor. I ftoj të gjithë të na kontaktojnë dhe të përfshihen. Qartë. Por thjesht që të kuptojnë se sa të hapur jemi ndaj të rinjve, sot ne po bëjmë një mbledhje me koordinatorët e Tiranës, e njësive administrative në Tiranë, dhe më bëj njëjta pyetje nga ai që është vendosur si koordinatori për themelimin e forumit rinor të Partisë Mundësia. Edhe thjesht në atë takim ku ishim me koordinatorët, që ishin koordinatorët e Partisë Mundësia, më shumë se gjysma e tyre ishte ka një mosh më të ullës se 30 vjeç. Praktikisht, ne si parti politike jemi një forum rinor. Qartë. Me përjashtimin tim që jam më pjesë. Më të ti e ri, jo? Dakor, po që nuk kam mosh... Sa u bëre me qëra fjalla? I kalove 20? 20 shumë. 28. Mirë, jo, por. Përshëndetje nga Bryli, më thot pikërisht Bryli. Bryli? Thotë, përshëndetje është Bryli që shkuan. Përshëndetje nga Bryli, thot Arjan. Po, Bryli është... Pyte pak Agroni, thot, pse mori Kaprin dhe jo Barbara në parlament, sepse figura e një vajze besoj vitet e fundit është më në mod në parlament dhe të req më shumë vota. Ishte një vendim i partisë, nuk ishte një vendim i lehtë, sepse të dy e meritonin.
Po të ishte vendosur për Barbarën, do vlente po ashtu e njëjta pyetje, pse Barbara dhe jo Eraldi? Ore, se kam pyetur asnjë. Nëse një nga ju ikën nga parlamenti, kush hyn? Barbara. Shit Barbara tani çdo ditë thot kush do vdesi i pari. Më thonë sa. Po kur e mendon, a vure vetëm në vend Barbarës shumë. Ka luftuar ai shumë shkreta, s'u fut dot. Po të njëjtën gjë do thoshte edhe Eraldi. Po të gjithë, po edhe unë. Po njerëz janë të ligjë nga natyra. Po humanët janë të ligjë. Jo, nuk besoj se Koftimi që e kanë brenda, e kanë brenda. Barbara tani ka... Barbara që se na shikon, ishte batut, se me seriozisht. është bërë... është bërë nën. Po më falë, është fëmija, më duke se ka qenë nën Barbara? Jo, është e pa. Ah, dekord. Urime atëre. Urime Barbara. Hiroj, djali e për vajza? Djali. Djali. Përshëndetje, thot Guri Michel, kjo duhet të jetoj në Quebec. Zakonisht njerëzit që shkojnë Michel nga Rapa nuk janë në pjesën nuk janë në Francë, janë diku në Quebec, aty ku flitet frëngjisht. Ose në Belgjik. Në Belgjik ka qenë një ky belgu e mbarmi që ka qenë në Komisionin Parlamentar, Charles Michel. Vetëm belgët kanë mbiemra që i kanë si emra. Ai Tullaci. E mbarmend Charles Michelin, jo, mos e ngapro. Po, ai që u kap duke që nuk mbante ekuilibrin dhe lind në dyshime që mund të ishte pak apo s'është ai dikush tjetër. Jo, më duket se është dikush tjetër. Një dobët. Mi dobët ishte një tullac. Që ishte shumë gallat, ishte kështu. Jo, s'ishte gallat, jo, ngatron, ishte gallat ky, jo. Ishte, domethënë, po jo, nuk ishte ky, jo. Charles Micheli, Guri Michel thot, përshëndetje, edhe pse Agroni thot, nuk bëri fushat në Gjermani, thot, ne e mbështesim i vetmi që bën opozitë reale. Megjithëse shumë votat tona thot që nuk u numëruan kur, prap Agroni ishte i duri për qeverisjen, thot Guri Micheli. Danieli thot, a do jetë Flori kandidati juaj Bashkinë e Tiranës? E ka fjalën për Flor... Partia Demokratike ka përjashtuar... Flor thuaje. Si mundësiri kandidimin e... Flor Bim. Flor... E ka përjashtuar? Ka përjashtuar. A, zdo jetë më? Po, gjuna, Flori shkedu bëdhe gati, filloj fushatë. Po, pse hoqën? Pa i dilte dhe mirë me sondazhe. A i dilte shumë mirë për atë punë. Po, është e sigur që ka nequr? Po, me sa di unë po. Ue... Luciferi, pra, thot, po të bëhet si në USA, 2 herë radhëzi në fuqi hap kraun, thot. Që me thënë kjo? Nuk kuptohet konteksti. 11 qerek, ora Ledio, e mbyllim. Sara, thot, përshëndetje jam, pyeti pak Agronin, si do ta mundi Ramën, duhet plani Milifill, thot, Agroni duhet të jetë më karizmatik dhe më euforik. Falenderoj për këshillën. Do e marrin parasysh. Tani, thot, Agroni ishte vetëm person i zgjuar intelektual nga një tuf budallensh që janë në gjithë krahun e djathtë. Bravo Agron, thot Tani. Doni thot kur do t'i sulmoj oligarkët e tjerë zoti Shea, thot, sepse ula është peshku më i vogël i këtij pellgu në Peshkaqen. Dhe marrin parasysh vërtetën thënë. Jo, mos e kjo është të tjerë tani kur denonce kastratin, thon kur do merresh me të tjerët, me ulajin. Kur merre me ulajin, thon kur do merresh me Zamirmanen. Shi Ermali, thot Ermali, çfarë interesash kishte zoti Shea që hyri politikës, sepse nuk më duket vendonjë patriot i madh. Gjithsesi Ramsin dhe Saliun i urrej, thot, dhe asnjë nga këta nuk votoi, thot, po këta të rinj dua t'i votoj, por nuk i kuptoj. Ermali po tenton të votoj, po me sa duket duhet kuptoj çfarë interesi kishe. Ose Ermali do të jetë pak më shumë besim tek njerëzit në përgjithësi, sepse kush merret politik dhe vendos të hyjë në politik, nuk është se me do e mos do të ketë interes. Të mendosh që kushdo që merret me politik dhe bën diçka jo në interes të vet, duhet të ketë një interes të fshet, do thotë që mos kanë besim tek qenia njerëzore, tek njerëzit në përgjithësi. Po në fakt, Ermali se dëgjoj se të në fillim që ambicia jonë është të jemi të qeverisim Shqipërinë. Ka njerëz që në trojsh se ka e tha Agroni. Ka njerëz që bëjnë pa interes. Ermali ka bërë ndonjëherë Ermali vetë. Ndonjë gjë pa interes, bërë ndonjëherë. Kjo duhet korrespondencë gjatë pastaj të futemi me Ermali. Kështu që të mos besosh që dikush tjetër të bëj. Patjetër duhet të ketë gjithmonë një interes. Po. Jemi dhe ai vepër që ju e thatë, ju e thoni gjithmonë. Ne, synimi jonë është një ditë qeverisim Shqipërinë, a e tha. Absolutisht. Atëherë Ermal e shikon që ekrani, të thash që në ekran nuk konsumohesh. Ti e the që në fillim, na urdhëron Ermali ta nxjerrë tani. Pra, e ja prova. Prova i duhet vitë mërkurën. Jo të mërkurën. Prova do ishte, për kishim mundësi të ishim tani këtu ti dhe të gjithë tjerët, ishim non-stop, kontinue, kupton? Dhe e fundit fare, tani se është pa fund kjo historia, Agron. Sa pyetje ka e, por gjunat i lëmë, por. A le dio?
Ore, është gjynat i lëmë, mërë jo. Të pjesëmarrja e komisionit, po. Pra ja. Një tjetër thot Çani, cekja i Bilçës. Cekja i Bilçës, i çfarë emra shej. Çani këtë drejt, thot duhet pjesëmarrja në komision për reformën zgjedhore, thot ky. Më thonë më shumë dhe mund të ndihmoj për gjërat në Rrogos. Sikur vetëm për këtë të shkon. Aty do i thonë ata. Edhe i thonë. Edhe i lëshojnë. Dëgjoj mua. Po jo. Jashtë kamerave ti e di që nuk jemi të njëjtët. Në Rrogos ne e dim se çfarë bëjnë. Duan të bëjnë një sistem elektoral në favor tyre. Të kenë një dyshim, ka ndonjë shqiptar që ka dyshime mbi këtë gjë. Dikush mund të presi që Partia Demokratike e Partia Socialiste do ndryshojnë, do bashkojnë votat për ndryshuar sistemin zgjedhor, do ta ndryshojnë në favor të Partisë Mundësia? Çmenduri ta mendosh gjë të tillë, apo jo? Nuk kam nevojë të di ç'a ka në Rrogoz. Sigurisht diçka po gatuajnë, diçka në interes tyre. Ajo që mund të them është që ne nuk bëhemi pjesë e këtyre pazareve dhe jemi të vetëdijshëm që ata do mundohen. Ne do bëjmë pjesën tonë, do të merremi me votuesi, do të fitojmë besimin e sa më shumë qytetarëve. Ermana Simja se fundim, pra e tham për këtë Binaj, po. E tham që nuk do jetë, ti më the që nuk do jetë më kandidat. Me sa di unë, Partia Demokratike nuk... Në 2027, vitin tjetër. Po. Ndërkohë që Ermana Simja Aser Maris do jetë. Jo. Të paktën nuk ka mbështetjen tonë. Nuk e ka. Okej. Agron, dhe fundit fare është një pyetje që nuk mund ta lëm pa preku, sepse është aktual. Erdhëm radio, është aktualitet. Qa mendimi thot ka Agroni, për këto që po ndodhin tani në Maqedoninë e Veriut, protesta e studentëve thot për gjuhën shqipe këtu. Mendoj që ata bëjnë shumë mirë që protestojnë, është një drejtë e tyre kushtetuese, që po ju mohohet, duhet të vazhdojnë të ngulin këmbë, të protestojnë, kanë mbështetjen tonë absolutisht. Dakor. Shumë faleminderit që më erdhe. E pesi ikën koha? Agron, do shihemi të mërkurën atëre. Me kismet jemi mirë. Gjithmonë. Me qëra fjala, e mbyllëm, erdhëm, së kam pyetur asnjëherë. Ja, shikon, po fillojnë nga ty sonte këtë, do vazhdoj çdo emision. Jep. Të shohin çdo eci. Me ty kam bërë edhe ca eksperimente të tjera, unë kanë filluar gjithë bashkë dhe kanë vazhduar mbrapa, unë ka ecë mirë. Me qëra fjala. Po pse po i mbledh? Sepse është... Jo, është më shenjë rehatije. Se nga që është fundi emisionit. Qa mendimi ke për shembull, jo vetëm për veten tënde, po edhe kur shikon për shembull debate, filma, biseda në përgjithësi, ku ka dialogje, të pëlqejnë pauzat Agron? Ku ka pauza në mes, për shembull, ke parasysh që duke folur, pra je duke folur një moment dhe bën këtë që bëra unë tani. E i ke qef? A të shijojnë për shembull? Nuk është pyetje kurth. Shumë pyetje misterioze. Nuk është misterioze fare. Ja, për shembull, ke parasysh kur je duke folur dhe një moment thua, pra je duke folur i jetshëm, dhe pastaj vazhdon, po ke një pauzë. Nuk e kuptoj këtë gjë. Ore gjatë jetës tënde, jo vetëm debate politike, hape pak. Kur shikon filma, më kupton, kur shikon njerëz që flasin dhe në moment saktuar ka një pauzë. A të shijon pauza apo jo në vetvete? Apo s'ka ardhur asnjëherë kjo ndjesi? Se pauza është pjesë e interpretimit. Nga ndonjëherë të është dukur sikur pauzat, pra qetësit gjatë bisedave, në mes bisedave, ose në fund, flasin më shumë se fjalët, thonë më shumë se fjalët. Pauza... Shiko, ne jetojmë një shoqëri ku njerëzit e kanë përgjigjen gati, nuk reflektojnë. Ndonjëherë unë them dhe me bashkëpunëtorët e mi dhe me antarët e Partisë Mundësia, them edhe çati ja bën ja dy herë kështu para se të jap një përgjigje, kështu që para se të jap një përgjigje apo të marrë një qendrim, reflektoni një sekondë. Në të pëlqen pra pauza. E shijon në momentin saktuar. Unë mendoj që duhet të reflektojmë pak më shumë para se të mbajmë qendrimet. Tjetër gjë reflektimi. Unë them kur vjen natyrshëm. Pauza është reflektim. Ka mënyra pastaj për të tuar pauzën. Ka shumë njerëz që thonë për shembull si përdorin mënyra të këtij lloji. Kanë strategji. Je dakord ta fillojmë sonte për herë të parë bashkë të gjithë ta mbyllim me pauzë emisionin pa folur? Si do ta bëjmë pauzën? Pa folur. Kështu, me heshtje. Ne shkojmë në heshtje, kur them pauzë është heshtje, pra heshtje. Silons.
Silencio, me silencio. Mbyll dot me silencio? Si duash ti. Okej. Unë përshtatem. Okej. Sot jam, po them po për gjithçka.